Në Vlorë, ashtu si kundër në të gjithë vendin, është zhvilluar gjatë kësaj të marte provimi 3 i maturës shtetërore i matematikës, një nga testimet më të rëndësishme për maturantët në përmbyllje të ciklit arsimit të mesëm. Nxënësit ju drejtuan që në orët e para të mëngjesit, qendrave të provimit për të nënshtruar testimit, i cili vlerëson një oritë e fituara gjatë viteve të shkollimit në këtë lëndë. Sipas të dhënave zyrtare, në provimin e matematikës morën pjesë 1135 maturant në territorin që mbulohet nga zyra vendore e arsimit parauniversitar Vlorë-Himar. Procesi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30, duke u zhvilluar sipas rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Për mbarvajtjen e këtij provimi ishte angazhuar një numër i konsiderueshëm personeli administrativ dhe mbikëqyrës. Konkretisht në terren kanë ushtruar detyrën 6 përgjegjës provimi, 78 administrator, 27 sekretues dhe 22 përgjegjës kati, të cilët kanë monitoruar nga afër të gjithë procesin, duke garantuar respektimin e standardeve dhe rregullave të testimit. Atmosfera përpara nisjes së provimit është karakterizuar nga emocionet dhe përqendrimi i maturantëve, të cilët e konsiderojnë matematikën si një lëndë sfiduese për maturën shtetërore. Autoritetet arsimore kanë bërë me dije se procesi është zhvilluar normalisht, pa incidente dhe pa probleme që mund të cënonin mbarvajtjen e provimit. Pashtu janë zbatuar të gjitha masat organizative për të siguruar kushtet të përshtatshme për nxënësit gjatë testimit. Provimi matematikës është i treti në radhë për maturantët, pas atij të gjuhës huaj dhe gjuhës shqipe dhe letërsisë. Rezultatet e këtyre provimeve kanë një rëndësi të veçantë jo vetëm për përfundimin e arsimit të mesëm, por edhe për vijimin e studimeve në universitete. Ndërkohë, pas një jave, maturantët do t'i nënshtrojnë edhe provimit të fundit të maturës shtetërore, atij të lëndëve me zgjedhje. Ky test do të përmbyll zyrtarisht sezonin e provimeve të maturës për vitin 2026 dhe do të shërbejë si një tjetër tregues i përgatitjes së nxënësve për arsimin e lartë. Me përfundimin e këtij procesi, maturantët do të presin publikimin e rezultateve, të cilat do të përcaktojnë një etapë të rëndësishme në rrugëtimin e tyre akademik dhe profesional. Për shumë prej tyre, këto provime përfaqësojnë hapin e parë drejt universiteteve dhe sfidave të reja që i presin në të ardhmen.